në një moment tepër të veçantë. Do të vi në vazhdim një mysafire e rrallë, që e kishim pritur ka herë. Ajo në realitet më së miri simbolizon atë tregimin dardha pikë në dardh. Profesionisti vjen pas profesionistit. Është në realitet vajza e legjendës së këngës shqipe Luan Hajrës, që për fat mire kishim musafir. Po sonte vjen për të na dhënë nga jeta e saj. Sigurisht artistike, po edhe mësimore, zonja e zotëri, për ju, për ne, për të gjithë, Donika Hajra. Donika Hajra. Nëse edhe Donika. Nëse gjitha zotërina e. Knasim, në ta dëgju zërin, knasim e të pas musafire. Gjithashtu edhe për mu. Kështu, jeta jote realisht krejt këngë. Sa ke fillu me belbëzu e ja ke nis me kënu? Po më doke që po. Si pas të dhenave, po. A si pas të dhenave? Edhe të dhenave pas taj. Po. Në realitet, ju jeni tri vajzat të Luan Hajrës. Po. Të legjendës e këngës sonë. Kër i kam anontu, në realitet, në qëllim edhe kam përdojnë të, ju jeni personazh në vete, ka shumë vite, karriera juaj veç ka bërë, decenje tash, jo shumë, po, por anoncimi kishte përsynim për të treguar se dardha pikë në dardh, se profesionalizmi nuk vjen edhe qaq lehtë e kështu me radhë, por fakti që jeni vajza e legjendës këngës Luan Hajrës sigurisht ju bën me qenë krenar dhe ju mban krenare. Faleminderit shumë, po, më bën me qenë krenare, është një lloj përgjithësie. Është përgjithësi. Është. E ke ndjek këtë përgjithësi me njëherë sa po ke filluar me muzikë, apo dhe si fëmijë? Se duhet sillesh mirë, se je vajza e Luan Hajrës? Shiko, kur kemi qenë fëmijë nuk e kemi ditë fort. Ka rrjedh natyrshëm zhvillimi muzikor në familje, kështu që kur kom fillu me u marrë pak më seriozisht me aktivitetet të ndryshme, patjetër që po. Fëmirin e ka kaluar në Prishtinë. Po. Në realitet. Po. Prishtinase. Unë po, me priardhje nga Mitrovica. Mitrovica, po. Dhe babi s'ka heq dorë kur nga vendinja, Mitrovica pa Mitrovica, atje jam kriju, pa atje i kam shokët e parat të këngës. Po, të këngës. Kur e morë vesh në realitet? Si e kujton kështu fëmirin pranë babaj tuaj një figurë kaq e madhe e muzikës shqiptare? E di që gjithmonë në krimtarin ton artistike, muzikore, nuk kemi pasur presion, e kemi jetu shumë mënyrë të natyrshme, kemi këndu çka kemi dëgju, i kemi këndu, sidomos na këngët e babit, kështu që shumë të mirë, qetë, të hareshme. Shkove në shkollë fillore, shkove me njëherë në shkollë të muzikës pastaj? Po, në shkollë të muzikës, e kam kry shkollën e ullë të muzikës, mandej kam vazhdu shkollën e mesme të muzikës, mandej fakultetin, kështu... Akademin? Do më thonë rrugtimi këtë muzikor? Dhe masterin në fond. Edhe masterin? Po, edhe masterin. Po presëm, tash, në të zotit, bon punë pak, i fëmija jënë rritë me vazhdu edhe doktoraturë. Sa bukur që e bukur që përdi. Sigurisht një ndër dhe ba. Po, pa tjetër. Të thoshte, mos u tërheq, vazhdoj rrugtimin, kohën, mundësi. Raste, po. Gjithmonë. Kur këndonit, kur fillove me këndu, ke fillu me këndu si fëmi? Po. E ishte kërkus? Jashtë zakonisht kërkus. Jashtë zakonisht kërkus. Nga njëherë me thonë që të shtik edhe në siklet, sidomos në korrigjimin e teksteve. Po, me kalimin e kohës, e po që edhe kishte të drejtë. Po, edhe ishte ashtu. Më pas. Duhaj, po. Kur u bërë më profesionale, më profesioniste, më... Do më thamë, po, e mirët edhe me dashuri, gëzohi që po këndon? Faktikisht, në ambientin familjar nuk është donë shumë, po kur ka dali jashtë ambientin familjar, jashtë të shoqërisë, kemi dëgju që... Se ka folë. Po. Po dy motrat e vazhdu në rrugën e babit? Motra e madhe është mirët me piktur, ndërka që e dyta, Delina, mirët me solekëndem.
jeton dhe vepron Në në Gjermani me bashkëshortin që ka dhe nikos është edhe dirigent është. Do më thonë jetojnë atje. Shkuat rrugës babait. Po. Megjithatë, a ju ka dhënë këshilla kështu si ta ndërtoni karrierën, kur u futët më shumë në fliste apo Jo, nuk ka fol shumë. Ka qenë mjaft modest në këtë aspekt. Jo, shumë vetëm sa herë kemi dalë kujdes, gjithmonë në ka thonë kujdes, po diçka ma shumë jo. Unë e kom pas fatin e mija se gjithmonë kom qenë me bashkëshortin. Fillimet e mija të karrierës në mënyrë ma tofshme, i kemi marrë me bashkëshortin, edhe e di që gjithmonë ka thonë jam i lirë, sepse e di që jeni duart sigurta. S'po mujë me po, qashtu. E që e përshëndesim, e përqafojmë prej këto me duart të hitje se vjen Lumnica. Patjetër. Si ka për e mori vesh që është edhe këngëtar? E pranoj fillimisht normal që e kishin atë dyshimin që jeta në fshat edhe në qytet ka një dallim në mënyrë të jetuarit, jetesës, të kuptimit të gjitha. Mirë po, me kalimin e kohës, kur e pan, kur biseduan, kur u takuan shpesh e ma shpesh, atëhere e di që ju ka flejt zemra shumë. Cila është kënga ti që të prejkë më shumë t'i kurën? Nuk e di... I këndon këngët e babait? A, gjithmonë. Në mbrëmje, në koncerte? Gjithmonë, më në shpe, sidomos mas shumë të në shpe, është Solensana. Nuk e di pse, është kënga mu në plashtë të Solensanës. Në flenë ma shumë. Unë kam pas fatin në mirë, ta kem 2 herë musafir, në mënyrë që... Morenajmë, e di që mas programit kur kemi qenë të ju herën e fundit... Herën e fundit ju ishit musafir edhe juve dhe Selimi. E di, normal që e kishte smujen që nuk e lente shumë me pas aktivitetet ndryshme, mirë po e di që mas emisionit kër im shku në shpe, e di që ka thonë jom kënaqe dhe jom nisin shpe. Ka e. Që edhe unë pa përteci erda, sepse dita që... Ishte dhe fati madhe dhe për ne dhe për mua, një njëri që dikur e kisha idhull. E kishin të gjithë. Babaj ka qenë fituesi shumë fishti Okarines, i vendit parë në akordet të Kosovës në festivalin tonë më të madhë që e kemi pas. E që ka qenë nivelli lartë, nivel që ka bo bujë edhe në Balkan, se jo veç në... Po, ashtë. Dhe që gjithë globin e ka shkel me koncerte dhe është kërkua shumë. E mbaj menë si fëmijën diqja në koncertet në Shqipëri, që i kanë pasë dhe si e prisnin, si buqiste salla, stadiumet besaj, pas zëri ti dhe, do më thamë, ishte. Leti është krenare për jetëve që je vajza e legendës, së këngës Luan Haja. Hala është dikon rreth meje. Po zëri ti është? është, prandaj edhe mendoj që gjithmonë e kom dikon afer vetit. Kjo natë e qetë, në pritje m'ka shëndru. Sa shumë e kam darë Arabella, dashuri, Arabella, ku jeti? Vitët 70-ta. I gjithë qyteti, në çdo dritare dëgjohi kënga ti. Do më thonë, hapëshin dritaret verës, qështu qyteti e kishte me u fresku pak në dhe dëgjohi kënga e babit. Shumë kërkesa, do më thonë, rast shumë i rallë. Do më thonë, kjo plejat në realitet, na i kanë vu bazat e muzikës e të... E ndjenë prezencën e ti, kur i dëgjonë këngët e ti, kur i këndonë këngët e ti, kur i këndojnë të tjerët. Dëgjë, në kohëve të fundit më ka rosh shumë me u përkujdes. Për të. Edhe disi, halo më doke që kam në përshpe, halo më doke që duhet me pas prap një kujdesje për të, po që besoj që me kalimin e kohës, sepse është herët, pak me u hjek kjo, po me kalimin e kohës besoj që... Qëka të motivon më shumë në punën të ndë tash si profesoresh? Se ju një profesoresh në shkollën e muzikës? Po, jam një profesoresh në shkollën e muzikës që 2 vite. Kam punu në shkollë fillore për 14 vite.
dhe jam transferu në shkollën e muzikës. Nuk e di, gjithmonë e kom pa vetën si profesoresh të lëndës së solfegjës. Kjo mund të them që është një falenderim që ma ka kriju qatë imazh arsimtarja ime që më ka dhonë mu mësim, e ndjera Ana Gjini. Ata që s'kanë dhe që të profesion dhe se meritojnë. Dhe gjithmonë e kom pa që unë kom e dhonë lëndën e solfegjës dhe deshti fati u realizua. Do më thonë, e kishe edhe dëshirë, po dhe ndjenjë se do t'a bësh këtë gjë. Po, gjithmonë e kom pas. Si e balancon dashurin për muzikën populore, se tash ju jeni profesoresh e muzikës edhe asaj klasike, edhe jetën tuaj artistike? Ka njerë mendoj që jetoj dy jetë, njëkohësisht. Dhe normal që balancimi duhet të bëhet varësisht prej rrethonave, momente, kërkesave, se në cilin vend kemi u paraqit nëse shkojmë darsma, duhet këngë popullore. Mirë po duhet e veçojmë, andej e dojmë, kthehemi në lëndën e solfegjës, me dhonë lëndën e solfegjës ashtu si që duhet. Edhe koncertet, edhe mbrëmjet, edhe dasmat janë një bazë e mirë për mua, për juve, për të gjithë neve që ekzistencën e sigurojmë për asaj. Edhe ju e plotësoni se akoma arsimin nuk e kemi të suportuar mjaftueshëm si duhet për fat keq. Në anën tjetër unë e tham gjithmonë pesha e mësuesit dhe pesha e qiellit nuk maten. Keni peshë të madhe në edukimin e brezave të ri. E ndjeni këto për çdo ditë? E ndjejmë patjetër që po. Pa marrë parasysh lodhjen, sakrificat, mundimet. Unë normal që e bëj punën me qef, se nëse se bëj me qef atëherë, por që patjetër që duhet me ndje, sepse fundet jemi ne që mendoj që edhe japim përgjësin fund periudave, për vlerësimin e nxënësve, për aftësitë e tyre, për gjithë, normal që është... E dashuron të punën me nxënësit, me shpirt, po, e du. Çfarë ju jep më shumë emocion? Skena apo puna me nxënësit? Këto krahasime ka njëherë janë... Nuk e di, kur jam në punë, nuk ndjej lodhja as pak. Kur jam kënej në skenë, është një lodhje, mendoj që kam një stres pak ma, ose pak ma të madhë, dërsa në punë jam shumë e qetë, nuk ndjej lodhja as pak. Profesoresh, Donika, kush ta ka vu këtë emër? Mendoj që babi. Babi. Që të trijave, Dafina, Delina, Donika. Dafina, Delina, Donika. Po. Mos ka pas një dashurit fshet e ka majt në për... Kove të fundit më ka të regu se kom pyt, po s'ka pas kur gjë. S'ka pas? Jo. Që në gjithë botën, kur më flasin në Australi, gjithë ato koncertu dhe... Ashtu është, sidomos me këngën në Roka Mandolinën, gjithmonë e di që e ka përmenë si në Australi, si ku ka pas koncerte që... Ta ka shpjegu se si e ka bërë këtë këngë? Po, ma ka shpjegu. E di që thoshte, kur ka qenë puna për me plotësu minutajën... Normën, a minutajën... Se ma ka shpjegu normën, minutajën, tha duhim i bo edhe një këngë për me plotësu atë normën. Edhe tha ju thash, nëse ju s'keni nej, sepse këta ishin të muzikës artistike, gjithë tha stafi aty në Radio Prishtinë, dhe tha ju thash, ju nëse s'keni nëj dilemë, jo, ta mbushim, se tha e kishin edhe të nevojshme. Dhe ishin të gjitha ta artiste, njerëz vërtet që ishin personazhet e muzikës artistike, të bukure, dhe tha ju thash, Roka Mandolinën, edhe e bëm shpejt e realizum, të nesër me në lëshunë programin e mëngjezit. O, tonë dënjoja. Ashtu është. Roka Mandolinën, ndola në... Se, mësa e di ka qenë në ritëm 7-8, kjo ka këthy në 2-8. Kjo ka këthy ta mënë dhe mu valzu me... Po sa ju ka qenë Roka Mora Mandolinë, e kjo ka bo Roka Mandolinën, ndola në... Edhe bëri buj me atë. Më i që t'je vogel. Pak si njejt e këndove, pak si... Në ora 3 natës i thonim,
me të ftu Luan, në ora 3 natës ti këtë zëki. Po për zotin edhe në 5 nëse doni. Po, në mëngjes. interesant. Normal që kur ka qenë në shoqni, ka konsumu, jo pjo alkoholike, jo cigare ose diçka, po gjithmonë edhe i smut. Një do, nëse muj me tregu, ditët e fundit para se me ndru jetë, po qatë zë e ka pas. Po. Po qatë zë me qatë zë ka këndu në shtrat. Duket Hatigje, që nga fundit që e ka bërë vetë? Po, e ka bo, kështu kur ka qenë mirë, e ka bo këngën e fundit Hatigje, një e ka bo për babën, a kështu në para se me vdek, po qatë zë në spital ka këndu me qatë zë. Me atë zë. Po. E doni njerëzit. Ka qenë i dashur. Dhe e keni ndjerë Ka qenë për shoqërinë, ka qenë... Ju ka hap dyert kjo? Se jeni vajza e Luanit në jetë? Ju ka ndihmuar? Në mos asgjë respekti njerëzve po? Po, respekti njerëzve po në mënyrë të direkt, jo që këm pas, s'po di, po dhe se keni përdorë? Jo që këm pas nevoja diçka, po normal që nëse jem prezentu dhe këm thënë një vajza e Luan Hajres, normal që respekti ka qenë akma, po. Absolutisht. Çfarë roli ka folklori në identitetin tënd si këngëtare dhe pedagoge? Çfarë roli ka folklori? Po. Si pedagoge nuk është që e kam profesionin se ki në domen? Jo. Po me prezencën tënde në shoqërinë Bajram Curri, më kanë thënë se je tregu shumë e kujdesshme tek kërkesat, tek ajo se keni kujdes me folklorin, nuk... Formacioni instrumental pak ndonjëherë... Të pengon, e? Më pengon, sepse mundohem që me ruajt autenticitetin e folklorit, por që në kohët sodit është pak, me thënë, e vështirë, sepse po mundohen me ju ambientu kohës, kështu që... Kurse ju keni kërkesat që truhet identiteti. Po. Identiteti ju në folklor. Në orkestrën popullore është një gjatë tjetër. Ajo tradita. Po. Ndërsa në folklor, kisha pas qef me u përdorë të aman instrumentet folklorike që ka duhet të përdorë në formacionin orkestral. Në Bajram Curr, në shoqërinë kulturore artistike, apo tani si thonë ansamblin Bajram Curri, me 70 vjet në shtëpinë, e njofte Selimin apo? Po, fati ke, unë njoftëm atë. Aty në Bajram Curr, po fati ka qenë që edhe dashuria më ndej, se ndëgja, unë e kom shku për me u paraqit për këngë popullore. Mirë po, fatkeqësisht ose fatmirësisht, në ato momente nuk ka pas formacion popullor, edhe kom apliku për folklorike. Edhe ke këndu këngë folklorike? Jo më mu përshtatë, edhe pse nuk e kam ambitu si në gjyren, nuk e kam për këngë folklorike, po jo më me përshtatë në disa këngë që ka mu më kam flajt. Edhe fati u takuam me Selimin, po edhe një e mirë ka qenë që mandej mu më lindi dashuria për instrumente tona, për... U rritë edhe më shumë? Po, vazhdova mandej edhe për masterin, për fakultetin faktikisht për etnomuzikologi, edhe master për etnomuzikologi, edhe mirë. Edhe të ndihmoj ajo, sigurisht? Po. Ishte një pisë më shumë. Kur je vetëm, cilat këngë i këndonë kështu? Në kuzhinë, në shtëpi, në salon, në mungesë e në pa mungesë të Selimit. Solensanën po se po, zakonisht i këndoj këngë të babit, edhe i këndoj këngë të leta të babit. Solensanën, flutura. Si bënë Solensana, veç pak, doni? Mu në plasht të Solensanës, isha vetëm tu i mendu, val të deti tu i shikju, ta shedi se ti ke shku, pa të thanë se sa të du. O Solensana, sa në zemër më kembet, në Solensana, do të kthem për çdo vjet.
dhe këngë të ndryshme, varësisht prej disponimit, varësisht edhe se çka shikojmë në telefon, programe të ndryshme, edhe këndojmë. Si e përshkruan marrëdhënien tënde me publikun gjatë koncerteve? Se tash në karrierën tënde ke shumë koncerte. E sidomos edhe me Bajram Curin, keni lëvizë edhe gjithandej, jo vetëm në Kosovë. E përshkruan në mënyrë shumë të përafërt. Ndjen si nuk e kam atë drojën ose... Nuk e ki të vështirë komunikimin me publikun? Jo, sepse mendoj jam vetvetja dhe nuk kam se me pas të vështirë. Tashi, karriera jote, realitet, krejt muzikë. Me thonë, pastaj krejt në fund edhe hobi muzikë. Po. A ka pas në një moment sfidus në karrierën tonë që të ka formësu më shumë në muzikë? Që më ka formësu më shumë? Jo, sepse... Ke hetë, step by step. Po, dhe nuk e kom... Disi, kjo karriera ime ka rjedhë në mënyrë shumë qetë, shumë natyrshëm, nuk është që i kom bo vetit presion. Dhe nuk s'kom pas diçka të tillë. Nuk e ke pas stres madh, zonin e kam, shkoj paraqitëm. Jo, nëse bot, nëse s'bot, shkoj mësim, punë, nëse bot, adhe nësështë po. Të thonë nxënësit ndonjëherë profesoresh na këndo? Jo, sepse jam të vegjël, kryesisht i jep klasave të para deri në të katërtën, jo në datat klasës 8, po jo, ka pak. Janë të vegjël dhe nuk e kuptojnë, ndoshta edhe nuk e shikojnë. Djali juaj po shquhet si edhe pianiste, po. I mirë, po mami është pianiste e mirë? Mesatar. Mesatare? Sidomos Afërtina, nuk gëzoj sidomos Afërtina, Afërtina kompleksona. Dëgjon, në shkollën e mesme jom njoft për, mos me thonë tash me lavdru shumë vetëm, po për një vesh absolut në Londën e Stërfegjës. Edhe kur dal tash afër djalit, mendoj që i kum harru gjitha. Normal se kur të praktikohet, kur të bëhet është punë tjetër, po ai e ka veshin edhe më absolut. Kështu që i uroj suksese, ajo i ndihmon në jetë gjithmonë. Sonte na ke sjell dy këngë, që janë të opusit tënd, edhe janë realizuar me një orkestër të veçantë, apo ku i ke realizuar? Janë realizuar me një orkestër të Shqipërisë, po... A me një orkestër të Shqipërisë? Emrin nuk ja u di. Në organizimin e Bajram Dobrës, në realitet. Kjo ka qenë. Po, falenderoj shumë. Aja ka organizu krejt. Po. Kemi pas fatin e mirë, edhe unë, edhe Miria, edhe juve. Me këndu me atë orkestër fantastike. Kogja të mirë. Kogja me vesh absolut të thata. Po, dëgjohet ajo. Tash janë bërë vite, edhe ju në realitet, fëmijët kanë shku të gjithë rrugës tuaj, të babit e të mamit, apo? Jo, nuk është që ja u kemi imponu, po Dreni është vrejt si i vogël që ka talent. Po, normal, nuk e kishim kohën ne me i qu, me i dërgu të dytë në shkollë të muzikës, sepse s'kishim mundësi kohë. Po, endi ka talent, po jo bashkë si kur Dreni. Jo si kur Dreni. Endi ka zgjedh është një futbollist, po, ajo po. Endi është një futbollist i jashtëzakonshëm, luan shumë mirë futboll. Mirë po, ka zgjedh me studiu, me shku në shkollë të mesme për fizioterapi. Mirë shumë. Apo? Unë i thash, mam nuk di, na e na mësu vesh me muzikë, nuk di se ku me të orientu ndryshe. Jo, tha po tu këto, në regull. Ju jeni vetë nga generatat më të reja dhe, po, me gjithatë, po të kërkonin të linit një mesazh për brezin e rijet, artist të shkrius, çfarë do t'i thoshe? Gjithë shka. Por në fund të fundit, vetëm ruajeni pasurinë tonë kombëtare, kulturore. Familja juaj përbëhet 4, apo 5? 4. Në realitet, mirë me pas një fiziatër edhe një futbollist, grupi muziktarëve. Po ma i shpresë që
E kom e pas një në shpe. Edhe do një kishte knasi që të kisha Faleminderit gjithashtu. Edhe absolutisht ne të mbajmë duart në punën tënde, e cila nuk është orari shkurtër, goxha shumë, po kur njeriu është i lumtur me këtë, unë vetëm në Vrejtje kam makinizon shkollën e mesmit mjekësisë, aty e kam krye. Nuk e pas qare, faleminderit që na e keni lëshu për kësisht. Do të talem skenën që të na interpretosh këngën e dytë, me të falenderun nga zemra juve dhe Selimin, gjithë familjen për punën krijuese, për përkushtimin e krijimtarisë artistike dhe ne do të japim dorë trokitjet e botës, kënaqësia jonë që kishim musafire, një profesoresh dhe një artiste të skenës. Faleminderit.